në Tiranë që vazhdojnë me protestat, do të shkëputemi për të mësuar dhe çfarë ndodh në Kosovë, pasi kemi lënë me procesin zgjedhor aty, që përfundoi, por çfarë u bë me numërimin, a mundet Albin Kurti ta formojë vetëm qeverinë apo jo, votat e diasporës, për kë shkuan, çfarë do ndodh tani në vazhdim dhe mbi gjitha përzgjedhjen e presidentit, se qeveria duket sikur është më afër dhe mundet të kemi dritë jeshile. Do të flasim në një intervistë me profesorin, mikun e emisionit tonë, Selahattin Koceri. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit. Mirëmëngjesi, përshëndetje zoti Bollo. Faleminderit për ftesën. Profesor, ku është procesi tashmë për qeverinë, por ndoshta çfarë po bëhet edhe për presidentin? Pasi fituesi, në mos gaboj, Albin Kurti ka marrë gati 53 mandate, i hoqi një mandat në LTK-s, LTK-ja duket sikur është duke shkuar drejt aty ku ishte. Pra tani që bëjmë një llogaritë më të ftohtë për te asaj të së dielës, të hënës kur ne biseduam, së kaluar, nuk është e ka në rritje kush e di edhe me rikthimin e Vjosa Osmanit. Rezultati veç dje u dha, diaspora arriti t'ja jep edhe 5 mandate zotit Kurti. Tani më dihet, lëvizja vetëvendosje i ka 53 mandate, po flasim për mandatet shqiptare. 22 mandate PDK-ja, atë sa kishte edhe në zgjedhjet e kaluara, 18 LDK-ja dhe 7 AK-ja. Kështu 100 mandatet shqiptare janë të shpërndarë në këtë formë, domethënë shumicën 53 deputet nga 100 i ka lëvizja vetëvendosje, derisa 47 i ka opozita. Ky është një rezultat pak a shumë i pritur, sepse diasporën e kemi pa disponimin e tyre për të votuar masovikisht zotin Kurti, dhe tani kemi një rezultat që mundson formimin e qeverisë i vetmuar zoti Albin Kurti, derisa për çështjen e presidentit na mbetet të kemi koalicione apo mundësi për të bashkëpunuar me partitë opozitare. Pra, Kurti e formon qeverinë i vetëm me minoritetet jo serbe. Sipas profesorit Enver Hasanaj, në radhë parë duhet të zgjedhet presidenti i vendit. A do të zgjedhet presidenti tani, pastaj qeveria? Po. Sipas profesorit, nëse shkon zoti Kurti në pas konstituimit, po flasim gjithnjë pas konstituimit kuventit, nuk guxon të shkohet në zgjedhjen e qeverisë, por duhet të shkohet në zgjedhjen e presidentit, sepse zonja Albulena Haxhiu nuk ka të drejtë të mandatoj qeverinë në formën si është si ushtruese e detyrës. Prandaj zoti Enver Hasanaj e arsyeton edhe tregon se si duhet të shkojë procesi i zgjedhjeve. Por këtë sigurisht zoti Kurti nuk do ta përfill, kuptohet, nëse nuk do të ketë koalicione, e me gjas koalicionet do të jenë të pamundura, sepse me LDK-n sigurisht nuk do të ketë koalicion, sepse ka përqarje shumë të mëdha brenda kampit të LDK-s, aty ka mos pajtime, edhe më brëm zoti Lutfi Aziri tha se nuk përjashtohet mundësia e koalicionit, por me njëherë reagoi zoti Hoti, i cili tha se kjo LDK-ja nuk është parti private askujt dhe nuk ka të drejta zoti Aziri të paralajmërojë ndonjë koalicion eventual. Me bindje të plot them se brenda kampit të LDK-s ka deputet, nëse nuk janë 5 spoku 3 deputet të Lidhjes Demokratike të Kosovës, në asnjë rrethon nuk do ta votojnë apo nuk do të pranojnë një koalicion me lëvizjen vetëvendosje, e sidomos jo për të bërë edhe në një mandat zonja Vjosa Osmani, edhe pse për këtë nuk ka nevojë fare, sepse e kam thënë edhe herave tjera, në asnjë rrethon, me asnjë kusht, kur më zonja Vjosa Osmani nuk do të jetë presidente nga zoti Albin Kurti. Domethënë, jo që ka brenda
brenda VV-s, ka njerëz që nuk e votojnë zonja Vjosa Osmani, por vet Albin Kurti nuk do t'ja jep shansën, nuk do t'ja jep rastin kur më, edhe 100 vjet, po të zgjat. Kjo formimi... Nga lind besimi zonjës Osmani që tani Kurti tha nuk ka arsye për të më refuzuar. Ishte një bllaf i madh i zonjës Vjosa, një nënshtrim i keq që i dëshiron, i pret këto nënshtrime zoti Kurti, dhe ajo me atë rast e ka humbur dhe asnjëherë më nuk do të jetë presidente e vendit. Gjithashtu, shohim çka bëhet me sulmet e Dejona Mihalit, e cila i ka drejtuar drejt Samil Ushtakut. Këto sulme nuk janë të rastësishme. Bëhen me qëllim që në asnjë mënyrë mos të ketë koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës. Sepse sulme ndaj Samil Ushtakut spoku 3 deri në 5 deputet të Partisë Demokratike të Kosovës do ta kundërshtojnë çdo lidhje, çdo koalicion, qoftë edhe për një pjesë të madhe të qeverisë. E lëre më për presidentin që nuk do të pranoj. Domethënë, sulmet janë të orkestruara me skenar të caktuara që ta përjashtojnë Partinë Demokratike të Kosovës nga koalicioni eventual. Dejona Mihali nuk i shfaq mendimet e veta. Ajo vepron sipas urdhrave të zotit Kurti, dhe zoti Kurti nuk e don Partinë Demokratike në koalicion. Ai don ta formojë qeverinë vet dhe ta ketë një kryetar, ai thet konsensual, por nuk i pranon as kryetarët konsensual, por e kemi pas, ai dëshiron të ketë një president të vendit që ai e propozon apo që e ka sipas dëshirave edhe preferencave të tij personale. Kështu që nëse nuk ndodh diçka që e papritur, jo e papritur, por që është duke bërë koluareve, që është duke e mshef, atëherë ne do të shkojmë në muajin tetor në zgjedhje të reja dhe nuk do të kemi president, do të kemi një qeveri, do ta formoj qeverinë zoti Kur përkundër gjykatës kushtetuese që thot apo Kushtetutës Kosovës që e rregullon këtë proces një herë presidenti në këtë rast, pastaj qeveria, por zoti Kurti do të shkojë në kundërtën në mënyrë që ta detyroj opozitën që të bëjë kërkesë në gjykatën kushtetuese dhe të anulohet vendimi i Parlamentit Kosovës dhe kështu të prolongohet apo të shtyhet zgjedhja e presidentit për një periudhë parë. Zoti Kurti mendon ta prolongoj se as tetori nuk e konvenon dhe gjithmonë dëshiron të shkoj nga dhjetori, ta përsëris edhe një herë atë që e kishte realizuar dhjetorin e vitit të kaluar. Po a ka shanse që të ketë një koalicion me partitë e tjera të aleancën, për shembull, se nëse me LDK-njo dhe PDK-njo aleanca e arrin pragun për presidentin? Konfliktet apo akuzat më të mëdha, të cilat e kemi parë në të kaluarën, kanë qenë ato të zotit Ramush Haradinaj ndaj zotit Kurti, i cili dim edhe e ka quajtur si bashkëpunëtor të Serbisë apo e ka quajtur Albin Serbia. Dhe në këtë mënyrë kemi problem të theksuar mes të zotit Kurti e zotit Ramush Haradinaj. Këto sigurisht po provohet të i kalohen, edhe ka emisar, ka ndërmjetës, të cilët janë të angazhuar të punojnë në këtë drejtim, dhe shansat e vetme për të mos shkuar edhe një herë në zgjedhje janë që zoti Ramush Haradinaj të jetë president i Republikës Kosovës. Për këtë jam shumë i sigurt. Jam shumë i sigurt dhe kam burime të sigurta se po punohet në këtë drejtim nga miq të afërt të zotit Ramush Haradinaj për ta bindur atë që ta pranoj pozicionin e presidentit të Republikës Kosovës. Kurtin apo Haradinaj? Jo, Kurti është i bindur, por ai nuk po don vetë të dalë
skenë, po dënë që të ketë ndërmjetës, të cilët, apo si themi ne këtu këshill pajtimi, që të pajtoj zotin Ramush Haradinaj me zotin Kurti, sepse zoti Kurti në këtë rast ai është i gatshëm pajtoj, sepse ai ka shkuar edhe pasja asaj çka ka thënë zoti Ramush Haradinaj për zotin Kurti, ka shkuar në Glogjan, ka shkuar në kullën e Haradinajve dhe kanë ngritur dolli bashkë me zotin Ramush Haradinaj. Pra, dollin e kanë ngritur pasi i tha Albin Serbia. Po, pas asaj, domethënë ka shkuar Ramushi Albin Kurti disa herë në kullën e Haradinaj, por hidhrimi momental i ma tepër është zoti Ramush Haradinaj se zoti Kurti, sepse me propozimin e zotit Ramush Haradinaj për president të Republikës Kosovës, zoti Kurti nuk ka nevojë të ketë koalicion për qeverisje. Ai do të bëj vetëm një koalicion për president konsensual, do ta quaj ashtu zotin Ramush Haradinaj, dhe për këtë unë them se është ekskluzivitet që po duhet t'ua jap juve, ka emisar, ka ndërmjetës të cilët po e ndërmjetësojnë dhe ka mbetur vetëm të pajtohet zoti Ramush Haradinaj. Negociatat kanë fillu dhe nëse zoti Ramush Haradinaj do të pranoj, edhe une mendoj se do të pranoj tjetë president i Republikës Kosovës, atëherë pa koalicione fare, ne do ta kemi presidentin, sepse shumë deputet të Partisë Demokratike të Kosovës do të rrinë sallë nëse zoti Ramush Haradinaj propozohet për president Republikës Kosovës. Ju thoni që do të rrinë sallë vetëm kaq, apo dhe do votojnë, apo do përfundojnë në raundin e tretë? Mjafton të rrinë sallë, edhe nëse votojnë kundër, ata do të apresin në raundin e tretë dhe zoti Ramush Haradinaj do të zgjedhet president i Republikës Kosovës. Për këtë po bisedohet nga dy anë, edhe nga Amerika, një musafir që ti e kishe, mund t'ja përmend edhe emrin, po bën përpjekje, sa ajo është mik i ngushtë i zotit Ramush Haradinaj, ai po bën përpjekje, por edhe miq brenda Republikës Kosovës, të që jetojnë në Kosovë, janë angazhuar dhe po bisedojnë intensivisht me zotin Ramush Haradinaj që t'i kaloj problemet edhe ta pranoj kontributin që ka dhënë familja Haradinaj, sigurisht është e merituar. Unë mendoj se duke zoti Kurti ka hyrë në konflikt në të hapur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe ai e din që vetëm Ramush Haradinaj është personi më i duhur që mund të kthej diplomacinë, që mund të kthej Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Republikës Kosovës, mund të kthej çështjen e gazit amerikan dhe të realizohet projekti amerikan, dhe në këtë mënyrë jam i bindur që në heshtje vetë zoti Kurti do ta pranoj, sepse ai në brendin e tij, ai e din se ka gabuar, por është i tillë zoti Kurti, kur thot diçka, pastaj tenton t'i qëndroj. Dhe në këtë mënyrë ai nëpërmjet zotit Ramush Haradinaj bën t'i rehabilitoj marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe ta rikthej diplomacinë në funksion, e cila për këto shumë vite kur ishte zonja Donika Gërvalla, ne kemi mbetur pa diplomaci, ne kemi mbetur pa Ministrit Punëve të Jashtme. Kështu që me zotin Glaukonjupca, Ministri i Punëve të Jashtme, me zotin Haradinaj, presidenti i Republikës Kosovës, unë jam i bindur që do të kthehen marrëdhëniet e prishura me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të pranohet gazi amerikan për Republikën e Kosovës, do të emërohet ambasadori i Republikës Kosovës në Kosovë dhe do të rehabilitohen shumë procese të mbetura. Haradinaj ka premtuar edhe NATO-n, nëse
Pastaj NATO-ja sigurisht brenda një afati, nuk po them në vetë, por brenda një mandati të presidentit të Haradinaj do të futet Kosova në NATO. Dhe këtë uroj që ta ketë kuptuar zoti Kurti, edhe jam i bindur që e ka kuptuar, edhe ai do të bëjë çmos që zotin Haradinaj ta kemi president për edhe kjo është shpëtim, se nuk janë shpëtim zgjedhjet. Nuk janë më shpëtim, sepse peshohim pak a shumë njëjti numër, 4 humbje, 4 mandate që i humbi Kurti janë vërtet pak. Diasporën peshohim se është në përgjithësi 70% me zotin Kurti, kështu që e vetmja zgjidhje për momentin e pranueshme është kjo, edhe mirë që zoti Kurti po punon në këtë drejtim. Profesor, por të marrim një tjetër aspekt, ta shohim nga një tjetër këndvështrim. Kurti mos po mundohet që edhe ta përdor Haradinaj nëse je presidentin në rast të nënshkrimit dhe marrëveshje, ndoshta mund të thras Trump në Shtëpinë e Bardhë për ta përfaqësuar presidenca dhe në këtë rast për të çuar Haradinajn atje, sepse për dialogun besoj është në nivel kryeministri dhe ministrit të jashtëm. Për dialogun me Serbinë kam fjalën. Edhe normalisht të dërguarit posaçëm të Sigurisht edhe dialogu me Serbinë do të merr një përfundim më në fund, sepse unë e kam thënë, vetëm dialogu me Serbinë, marrëveshjet e ndryshme ndërkombëtare, gjithçka që ka të bëjë vetëm me Ramush Haradinajn edhe me Partinë Demokratike, dhe me Aleancën. Për ndryshe, nëse futemi në koalicion me BB-ja me LDK-n, procesi mbetet aty ku ka qenë. Nuk ka lëvizje para. Domthonë, sepse me partitë paqësore, me partitë të cilat jo violente, me partitë që s'kanë qenë luftë, është e pamundur të kryhen marrëveshjet me Serbinë, sepse e dim që faktori kryesor është UÇK-ja, janë partitë të cilat janë dalë nga krahu i luftës, e ato janë Partia Demokratike e Kosovës edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Tani në Partinë Demokratike të Kosovës do ta kemi edhe zotin Limaj, kështu që me këta individ, me këto dy parti mund të shkohet përpara. Në këtë rast nuk e duan Partinë Demokratike të Kosovës koalicion, e duan zotin Ramush Haradinaj. Zoti Ramush Haradinaj për momentin i nevojitet vetëm vota e disa deputetëve të Partisë Demokratike, ai do të zgjedhet president, pastaj qeveria do të veprojë, nuk ka nevojë më për vota përveç për marrëveshje ndërkombëtare, pa marrë parasysh do të jetë LDK-ja dhe PDK-ja në koalicione, ata marrëveshje ndërkombëtare ata i kalojnë, sepse janë parti institucionale dhe këto do të përfundohen këto procese të filluara edhe të ngelura në gjysmë, edhe uroj që ky skenar që po themi para përgatitur nga zoti Kurti të realizohet. Zoti Ramush Haradinaj ka bindje të plotë se do ta pranoj pozitën e presidentit, sepse ai e ka ofruar edhe në zgjedhjet që i lan pas, kështu që ka mjaftuar që ndërmjet të ndryshëm dashamir të shqiptarisë të ndërmjetësojnë këtë rast dhe zoti Ramush Haradinaj ta merr pozicionin e presidentit. Në këtë mënyrë do ta kemi një qeveri që ka zgjedhur populli me shumicën e votave dhe në anën tjetër do ta kemi një president nga opozita, në këtë rast një president që nuk do të lejoj në asnjë mënyrë një sistem autoritar që ishte i parapërgatitur. Jam i bindur që edhe gjykata kushtetuese do të shpëtoj nga kopja, sepse pastaj presidenti ka jashtëzakonisht shumë kompetenca dhe në këtë mënyrë çështja e Kosovës do të avancohet, do të shkojë përpara. Uroj që këto lajme të jenë shumë të sakta dhe unë jam i bindur që jenë shumë të sakta. Vetëm urojmë që zoti Ramush Haradinaj të pranoj pozicionin e presidentit dhe kjo të jetë serioze
nga ana e zotit Kurti, edhe unë besoj që është serioze, sepse e po që nuk mund të shkoj të 60%, i ra vota, nuk dolen e bojkotuan ma shumë se 150.000 qytetarë procesin zgjedhor. Kjo të regon se nuk ka nevojë më vendi të shkojnë zgjedhje, por të bëhet një konsenzus më të mirë për momentin, për të shpëtuar, nëse ka mbet diçka për të shpëtuar, është zoti Ramush Haradinaj president, Albin Kurti kryeministër, s'kem çka bëjmë. E ka votu populli, edhe do ta pranojmë si të tillë. Profesor, a ishte një paralajmërim për këtë që ju thoni se mund të ndodhë edhe ka negociata, edhe fakti që kishim televizje para këtyre zgjedhjeve që Ardian Gjini u bë kryetar, edhe ai nuk do të jetë në parlament, po do mbaj postin e kryetarit të komunës. Normalisht Haradinaj që u tërhoi duke bërë një hap pas në prapasken, ndoshta për këtë rikthim më të fortë, fuqishëm, edhe fakti që edhe Daud Haradinaj e la mandatin, pra deputetët kanë mbetur si pakok të aleancës, edhe do vjen, nuk do ketë konflikt nga aleanca në parlament. Ndoshta një bashkangjitje e heshtur, edhe pa një koalicion, thjesht me Ramushin president. Po, është shumë e mundur. Ky skenar ka mund të jetë edhe një lloj para përgatitje për të pasur një president, si po e thuhet, konsensual, dhe në këtë rast mendoj që aleanca do të mbetet në një farë mënyre në Kuvendin e Republikës Kosovës pa titullar, por megjithatë aty kemi Besnik Tahirin, e kemi Burim Ramadanin, kemi deputet, edhe pastaj do të jenë edhe Bek Berisha nëse tërhiqet zoti Ramush Haradinaj. Dhe në këtë mënyrë nuk do të humbë kur gjë ai numri i deputetëve, përkundrazi me Ramush Haradinaj president, unë jam i bindur që në zgjedhjet e ardhshme do të rritet aleanca pas 4 vitesh. Nëse nuk realizohet kjo që e thash, e paralajmërova me Ramush Haradinaj, atëherë vendi do të shkojë në zgjedhje. Nuk ka asnjë zgjidhje tjetër. Vjosa Osmani në këtë rast do përfundojë deputete e thjeshtë. Në asnjë rast, Vjosa Osmani deputete edhe aq më shumë nuk do kur Vjosa Osmani më presidente në Republikën e Kosovës. Profesor, lutem për ta mbyllur, nëse keni dëshirë dhe për të ndënë një opinion, si keni parë ju zhvillimet në Tiranë nga Prishtina? Ç'të themi, përzierjet që janë bërë nga Kosova atje, ka përzierje realisht, përveç pak elementve. Po, edhe thirrjet për Albin Kurtin në ato protesta, mu nuk më pëlqejnë fare. Kemi parë disa këshilltarë apo ish këshilltar, ish kandidat për deputet në... I ka ata këshilltarët, Elvisin, bërëm bile nëse keni dëgjuar Dardan Krasniqin në Debat Plus, në duket ka qenë i detyruar Ermal Panduri të ndërpres programin, sepse e ka spjeguar jashtëzakonisht mirë se kush është, sot i kishte një shkrim, Dardani, edhe mund të aftoni Dardanin, vërtet ka treguar se kush është Elvis dhe kush qëndër pas Elvis Hoxhës, se Hüsamettin Ferrajte. Ai mbiemrin e ka Ferraj edhe për një me Ferr i Shqipërisë e i Kosovës është ai zotrio Ferraj në Hüsamettini. Po, pse mendoni këtu, profesor? Unë mendoj që përzierja e Kosovës, politikës kosovare në Shqipëri është e panevojshme, sepse aty ku o përzi lëvizjeve të vendosje, ka shkatruar gjithçka. E ka shkatruar Luginin e Preshevës, e ka shkatruar Maqedoninë e Veriut, Iliriden. Domethënë tani ka mbetur vetëm Shqipëria. Nuk po them se Edi Rama është i përkryer, por megjithatë, krahasuar nga kufiri të ne në Kosovë, çka ka ndodhur për këto 6 vite, vërtet ai është ideali krahasuar me këta tjerë. Kështu që unë mendoj që fare nuk kem nevojë ne nga Kosova të përzimin në Republikën e Shqipërisë, e cila unë mendoj që është në prag të futjes në Bashkimin Evropian, edhe duhet të ketë kujdes. Ju mendoni që këta të vetëvendosjes janë
në balë të kësaj që po ndodh, apo thjesht po japi një dorë? Ja, po japi një dorë, ndoshta aty nuk po del askush. Që është në balë të saj, doli ai moshuari, si e ka emrin, dhe në një farë mënyrë e pranoj, ai në Amerika, po nuk di ku është, nga Shqipëria është, por unë mendoj që çorçe të ndryshme të errta kundër shqiptare mund të jenë prapa këtyre protestave. Greqia, ne e dim që vazhdimisht e ka penguar zhvillimi i turizmit shqiptar, Serbinë gjithashtu e pengon, Malin e Zi e pengon, kështu që Rusinë gjithashtu, unë mendoj që çorçe të errta qëndrojnë brapa kësaj, sepse ka pas arsye ndoshta politike për të bërë protesta sot të dojnë shqiptarët, por të bëjnë protesta për të penguar zhvillimin, për të penguar prosperitetin, për të penguar turizmin, për të penguar, unë e di çka zvërnecin, ajo ma tepër është rrydzuar si një deponi e mbeturinave inerte. Edhe tash të bëhet atë një resort ekskluziv për prej 4 miliard dollarësh të refuzohet një zvërnec që faktikisht nuk ka asnjë objekt të ngritur edhe nuk shihet në horizont se dikush nga shqiptarët do të bëjë diçka të mirë për atë zonë, atëherë unë vërtet nuk jam në gjendje të kuptoj. Nëse ne mendojmë se aty do të bëhet tokë e arabëve ose tokë e të pasurve të botës, ne me këtë nuk mund ta pengojmë. Nuk mund ta pengojmë, ashtu i ka dyert e hapura. Kosova dal nga dal, por e rrit numrin e turqve, të cilët po vinë me të madhe në Kosovë. Njëjtë është rasti edhe në Shqipëri. Me këto format pengimit të investimeve strategjike shqiptare për zhvilluar turizmin, ne nuk mund ta pengojmë popullsimin që do të ndodhë. Globalizimi, qytetarët do të vinë të jetojnë në Shqipëri e në Kosovë. Nuk mund t'i pengojmë ne me format të tilla të demonstratave. Unë mendoj që protestat në Tiranë, protestat kudo që janë duke mbajtur në Shqipëri, kanë një prapavi të errët, ose fare janë të pa organizuara, s'kan kokë të organizimit dhe janë të stihike. Janë stihike të tilla, ose përndryshe kanë eksponent të paguar nga çorç të errta antishqiptare që i nxisin ato. Rinia futet. Rinia nuk e din si vepron. Shpesh ata janë të pafajshëm. Ata e kanë mirë, sigurisht e kanë probleme. Edhe marrin pjesë në ato protesta. Por nëse nuk ka një organizim, se ne jemi të mësuar në Kosovë me demonstrata, me protesta, ne jemi të kalitur, i kemi 68-ën, 81-ën, në vazhdimësi, 89-ën, gjithmonë kemi protestu, por e kemi ditë pse po protestojmë. Edhe protestat tona, komunistat i kanë quajtur anti-shqiptare. Edhe 89-ën, asnjëherë se kanë pranu komunistat e Titos se ato demonstrata ishin të arsyeshme. Edhe sot, për fat keq, brenda radhëve të lëvizjes vetëvendosje, ka qindra, mira, eksponent, njerëz të kohës së komunizmit, kohës së Titos, bijtë e tyre të cilët e përkrahin pa rezervë zotin Kurti, dhe ky është rreziku më i madh. Rreziku më i madh që e ka Kosova përpara se janë kthy në pushtetin e Albin Kurtit, deputetët të cilët i kemi shumë prej tyre janë bij dhe bija të atyre që dikur kanë punu për Serbinë, edhe kanë qenë në UDB-n serbe, kanë qenë pushtetet me Serbinë, edhe kanë punuar paralel në sistemin Jugoslav deri në përfundimin e luftës së UÇK-s edhe hyrjes së trupave të NATO-s në Kosovë. Prandaj them që edhe uroj që atje mos të përzihet, se s'ka nevojë Shqipëria për të përzirë as nga Kosova, as shqiptarët e Maqedonisë, të cilët veç e humbin kë vleni. Ka pas mbështetje të hapura, Bekim Qoku ka reaguar 2-3 herë.
Kjo arti për cjeli, unë vërtet me vlendin për shkatërohet edhe ajo pak shqiptari që ka pas mbetur në Maqedoninë e Veriut. Kështu që urojmë që edhe Kosova është e rrezikuar, bile shpresën mos ta humbëm edhe në Shqipëri dhe ne të shpartallohemi edhe një herë siç kemi qenë historikisht të shpartalluar. Jemi në u kryq si në Tiranë, si do të vazhdojë protesta edhe në Prishtinë, çfarë do ndodh me institucionet e reja të dala nga zgjedhjet, pra pas votës së 7 qershorit. Profesor, unë të falenderoj shumë, duket sikur ne do të flasim sërish për situatën atje, sigurisht edhe për këtu, sepse jemi një dhe na prekin gjitha zhvillimet që janë edhe këtej. Të falenderoj shumë, profesor. Faleminderit, respekt.